Një person është vendosur në prangat e policisë së Vlorës dhe 2 të tjerë janë shpallur në kërkim pasi akuzohet se kanë mbjedhur 3 banesa dhe 1 makinë në fshatin Fitor të Novoselës. Sipas policisë, mësohet se në pranga ka rënë shtetasi Emanuel Brahimi, 31 vjeç, dhe janë shpallur në kërkim bashkëpunëtorët e tij, Gentian Silaj, 28 vjeç, dhe Massimiliano Zenunaj, 30 vjeç, të gjithë banues në fshatin Fitore. Nga hetimet dyshohet se këta shtetas në bashkëpunim me njëri tjetrin, gjatë orëve të para të mëngjesit të datës 17 mars, kanë mbjedhur në 2 banesa të shtetasve që aktualisht jetojnë jashtë vendit, si dhe në banesën e një tjetër shtetasi, nga ku kanë marrë një automjet të markës Land Rover, i cili është gjetur dhe sekuestruar në cilësinë e provës materiale. Ndërkaq vjen puna për lokalizimin dhe kapjen e 2 personave të shpallur në kërkim, si dhe dokumentimin e rasteve të tjera ku këta shtetas dyshohet se janë të përfshirë si autor, thuhet mëtej në njoftimin e policisë. Ndërkohë, materialet procedurale i kanë kaluar prokurorisë Vlorë për veprime të mëtejshme hetimore.